Të ndërrohet vëllezër, vazhdojmë ligjëratën radhës që kemi mbi sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku jemi duke folë për një etapë që është etapa e thirrjes publike. Pasi që kemi folë për thirrjen fshehurazi, që zgjati disa vite, do të thonë 3 vite, pastaj Allah subhanahu wa taala e urdhon pejgamberin alaihi salatu wasalam me fillu thirrjen publike. Dhe kemi thënë se kjo etapë e thirrjes publike i ka 3 faza. Do të thonë faza e parë ishte ajo që folëm në ligjëratën e fundit, që ishte thirrja e farefisit të afër. Dhe kjo fazë filloi atëherë kur Allah azza wa jalla shpalli pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ajetin wa anzir ashiratak al-aqrabin. Dhe thirrti farefisin e afër. Thirrti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam farefisin e tij të afër, dhe nga thirrja e tij ne nxorëm disa mësime dhe dobi që kishin përmendur ulemaja. Mesin e tyre është që nuk duhet dhe nuk ban asësin me lanë dhe me neglizhu në thirrjen e të afërmëve tonë. Veçantë nëse i thirrës në fenë Allah subhanahu wa taala dhe se nëse të përgjigjet i afërmi jot, farefisi jot, domethënë ka mu bë mirë për ty, për sevapet, po ka mu bë mirë edhe për thirrjen tonë. Gjithashtu përmend për dobive se ti në thirrjen drejt Allah subhanahu wa taala çdo mend që kemë pas donjë prej armiqve. Edhe këta armiq mundet me kanë dikush prej tyre që kanë me të kundërshtuar dhe prej të afërmëve të afër. Apo sigurisht ishte rasti Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib ose Abu Lahebit. Domethënë ishte prej kundërshtarëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pse kishte miq. Gjithashtu mundesh me pas edhe ndonjë pi përkrahasve edhe nëse s'ta pranon thirrjen tonë, pa më të përkrahas ose s'pa ku mos me kanë neutral në thirrjen tonë, sigurisht ishte rasti e Abu Talibit. Dhe pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kalon në fazën e dytë të thirrjes publike, që ishte thirrja e Qurayshëve, fisit Quraysh në përgjithësi. Ne kemi përmendur ligjëratën e fundit se i ka 3 faza, thirrja publike. E para ishte të afërmve, e dyta që do të flasim për të sot inshallah është thirrja e Qurayshëve, fisit Qurayshit, banorëve të Mekës, dhe e treta pastaj është thirrja e arabëve dhe jo arabëve, dhe njerëzve përgjithësi, ku lind dielli dhe ku perëndon. Pejgamberin alayhi salatu wasalam Allahu azza wa jalla e urdhon me një urdhër hynor, duke i thonë fasta bima tu'mar wa arid anil jahilin. Dhe ti o pejgamber shpalle haptazi thirrjen tonë me atë me të cilën ti e urdhnu. Wa arid anil jahilin dhe anil mushrikin, dhe ti shmangu ju ose largohu nga idhujtarët, ka mushrikët. Nga kjo ajet o vëllezër janë 2 çështje shumë thelbësore mi pas parasysh, edhe këto do të na shoqërojnë inshallah gjatë pjesës tjetër të sirës pejgamberit alayhi salatu wasallam, që është e para se ti si besimtar që kimë thirrë dhe kimë bë publike thirrjen tonë, do të më kanë kjo për farefisin, për Qurayshët, po edhe për njerëzit përgjithësi. Apo mi po do të më pas parasysh se kjo ka më pas rreziqet e veta. Andaj vjen e dyta, wa aridanil mushrikin, dhe ti shmang ju mushrikëve. Pra nëse ti thirr në fenë Allah subhanahu wa taala, mos mendo që mushrikët kanë menet duar zbrasta. Ato kanë me bë çmos, kanë me përdorur çdo metodë vetëm ti me të nal dhe me të frenuar nga thirrja jote. Andaj wa aridanil mushrikin, ti shmang ju, largoje. Mos u merr me mushrikët. Mos lufto me to, mos u ballafaqohet me to, mos u konfronto me to, për arsye se tash është ashtu thirrja, faza është ashtu që ti nuk ke nevojë për me pas ballafaqime dhe luftë me mushrikët dhe me kundërshtarë, po ti duhet tash shpallësh atë me të cilën ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala. Andaj wa aridanil mushrikin, dhe ti shmang ju mushrikëve. Abdullah ibn Mas'ud Lazar thot: "Ma zala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan hatta nazalat fasda' bima tu'mar, fa kharaja huwa wa ashabu." Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka vazhduar me pas thirrjen e tij fshehurazit derisa Allah azza wa jalla shpalli fasda' bima tu'mar. Dhe ti nxjerrë shpallë atë me të cilën të ka urdhëruar Allahu azza wa jalla, do të thonë thirr haptas. Dhe pastaj dul pejgamberi alayhi salatu wasalam me thirrjen e tij, dhe më pas dulën edhe shokët e tij alayhi salatu wasalam. Andaj kështu edhe filloi edhe kjo fazë. Do të thonë praktikisht pejgamberi alayhi salatu wasalam u gjet në kodrën Safa, në majën e kodrës. Dhe filloi një thirrje që e kanë nxjerrë Imam Buhari dhe Imam Muslimi tregimin nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u gjet në kodrën e Safas. Dhe thirrje me një thirrje ja sabaha. Nuk ishin mësuar Qurayshitët me i fol pejgamberi alayhi salatu wasallam për kodrën Safa. Mi drejtua atyre me fjalim për kodrën Safa, pejgamberi alayhi salatu wasallam. Ishte zakon që me thirr dikush dhe mi u drejtu me kazve, ama jo për pejgamberit alayhi salatu wasallam.
Shto e kësaj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thret ata duke thonë ja sabahah, ja sabahah. Thirrje që kanë përdorur arabët kur kanë dashur me paralajmëru për një rrezik shumë të madh. Dhe shkojnë vinë dhe vazhdojnë mushrikët të mbledhen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për rreth. Dhe ata pejgamberi alaihi salatu wasallam i thotë atyre ara'aytum an akhbartukum anna khaylan takhruju min safhi hadha al-jabal akuntum musaddiqiyya. Nëse kisha thonë se një ushtrim me kuaj kam ju sulmu juve nga kjo kodër, është pas kësaj kodre dhe kam ju sulmu juve, akuntum musaddiqiyya, a më kishit besu ju mu? Mushrikët i ka thonë naam, ma jarrabna alejke kadhiba. Po thotë gjithsesi sepse ne nuk kemi pas me ty përvojë të gënjeshës, domethënë nuk na ke gënjur asnjëherë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Thotë po ju paralajmëroj juve se mundet me ardhi juve një dënim shumë i ashpër. Mundet me ardhi juve një dënim shumë i ashpër, kështu ishte thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është një transmetim në Buhari e kësaj ngjarje që është ngjashme, është ngjit pejgamberi alaihi salatu wasallam kodrën Safa. I ka thirr, i ka thirr tash ja bani Fihr, ja bani Adi. Fihr kush ishte? Ishte stërgjish i 10 i pejgamberit alaihi salatu, Fihr ibn Malik, ose ishte baba i Kurajshëve. Do të thonë kish Kurajshi, dhe pas ti ket kanë ardhur ato pasardhësit e tij janë Kurajsh. Ja bani Adi, do të thonë fillon tash ti thret nën fiset e Kurajshëve. Fis për fisi. Derisa në mbledh edhe nëse s'ka pas, thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë nëse s'ka pas dikush mundësi për me ardh, e ka dërguar dikan si zavendës. Thot erdhën ata, thot faja Abu Lahab wa Quraysh. Erdhën Abu Lahab dhe Qurayshët. Mirë. Pse po bënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu Abu Lahab dhe Quraysh? Abu Lahab as ishte Quraysha. Ishte Quraysh, ama për arsye se kam pas një çndrim të veçantë këtë tregim, që ngjarja ka përmend Abu Lahab dhe Quraysh. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtohet ara'aytukum law an akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an taghira alaykum akuntum musaddiqin. Nëse i kisha thënë se një ushtrim e kalorës, domethënë kam ju sulmu, akuntum musaddiqiyya, a do të më besonit? Ata i kanë thënë naam. Po. Ma jarrabna alayka illa sidqa. Këtu në transmetim ka ardhur thotë nuk kemi shiju nga ti vetë të vërtetën, sinqertën, të drejtën. Është e çuditshme vëllazër, domethënë se si Kurajshët i besojnë pejgamberit alayhis salatu wasalam sepse ajo është tash kodrën Safa. Kto e shohin ata, mi po nuk shohin diçka që mundet me pa pejgamberi alayhis salatu wasalam për lart. Andaj ata i kanë besu. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid, thonë ju paralajmëroj juve se mundet me ardhë juve një dënim para një dënimi të dhëmshëm dhe të ashpër. Heshtin këtë vëllazër. Askush nuk e thot një fjalë. Përveç kujt? Përveç Abu Lahebit, i cili thot tabban laka sa'ira al-yawm. Ali hadha jama'atana. Thot mirë për ty këtë ditën. U shkatrofsh këtë ditën, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot a për çka na ke mbledh? Allah azza wa jalla thot pasaj tabbat yada Abi Lahabin wa tab. U thafshin durët e Abu Lahebit e u shkatroft. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nuk i bani dobi atij as pasuria as ajo dëbamet e tij. Dhe po don sura Masad. Është interesant vëllazër nëse shohim këto transmetime. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i thret dhe po fillon këtë paralajmërim me një virtyt që ka pas mendim unanim tek Mekasit, e që ka qenë çështja e sinqeritetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë ma kuntum musaddiqiyya, ka thonë. Ato këtë kanë besuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i sinqert dhe i drejtë, dhe këtë ka shfryzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si alibi për me i thirr ata. Ka thonë kuntum musaddiqiyya, më besonit ju mu, nëse ju kallzoj se tash është një ushtri me kalorës që kam ju sulmu. Ato i thonë naam. Mushrikët i thonë po. Tash nëse e menojnë apo vëllazër, po i thonë mushrikët po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka më sulmu dikush një ushtri me kuaj në Mekë. A Mekja ka qenë vend i sigurt. E kanë ditë mushrikët këtë. Edhe pse është vend i sigurt Mekja, edhe pse arabët e besojnë shenjtrinë e Mekës, edhe pse zguxon kurkush me shkel shenjtrinë e Mekës, edhe pse e dinë ata, domethënë e kanë të freskat në tregimin e ushtrisë së elefantit, domethënë që nëse dikush veç do me bë diçka s'mund me bë. Ama thotë për sket këtej kësaj, edhe pse është shumë e largat me kanë një ushtri që do me sulmu Mekën, ama ti të besojnë. Se ma jarrabna alejke illa sidqa. Ti veç asnjëherë nuk dinë se ti na ke rrit, na ke gënjë. Andaj besojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe pse lajmi edhe mundësia është shumë e largët.
Por derisa ti duke na thonë, ti të besojnë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Pastaj vazhdon thirrja e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ditën edhe natën, në fshehurazi dhe haptazi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thret Allahu, ja lexon fjalët e Allahut, u thot atë që kanë thonë këtë pejgamber popujve të tyre. Ja qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. O popull, jam adhuroni Allahun, nuk keni zot që meriton të adhuroni përveç atij. Dhe pastaj prej këtij momenti pejgamberi alayhi salatu wasallam vetëm se edhe adhurimin fillon ta bën haptazi dhe falet në tek Kabeja, adhuron Allahun subhanahu wa taala, edhe pse domethënë mushrikët mo e shohin, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu ishte i urdhëruar. Ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam momentin që fillon thirrjen, haptazi, Mekja më nuk ishte ajo Mekja e njëjta. Po tashmë fillojnë vetëm se planet edhe komplotet edhe sulmet, domethënë sulmet pa kur një farë, domethënë dyshimit fort edhe të ashpra nga ana e mushrikëve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thirrjen e tij. Po është interesant lezën se në fillim nuk kanë qenë kështu Kurajshët. Domethënë edhe pse filloi pejgamberi alayhi salatu wasallam ta bën thirrjen haptazi, në fillim bash fillimin e këtyre ditëve nuk ishte sulmi i Kurajshëve i ashpër. Andaj ata kalonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pranë tyre, kuvendeve të tyre që kanë pas me gjysave të tyre, ato thonin inna gulama bani Abdul Muttalib la yukallamu min as-sama. Thotë ki djaloshi i bani al-Muttalibit është ai i cili po thotë që i flet dikush prej qiellit. Pra nuk është se e kanë, domethënë e kanë kundërshtuar, nuk e kanë pranuar, por nuk është se e kanë edhe sulmuar. Derisa pejgamberi alayhi salatu wasallam fillon të flet për idhujt e tyre, putat e tyre. Dhe thotë se këto nuk janë den, nuk janë merituar për t'u adhuruar. Dhe flet për baballarët e tyre, sepse ata kur i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam s'do të më adhuru idhuj, por do të më adhuru Allahun azza wa jalla, do të kanë thonë mirë po baballarët ton, s'to gjyshi ton, çashtu i kena gjetë ne. Ato i kanë adhuru, e çishti po thu se ata janë kanë devima. A këto shpeshar Allah azza wa jalla këtë përmend në Kur'an. Sikur sa shembull në njëri prej ajeteve idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana. Kur i thot Allah azza wa jalla, kur i thuhet atyre që ta pasojnë atë që ka zbrit nga Allahu azza wa jalla, ato thonë ne kena me pasu atë që kena gjetë nga baballarët tonë. Allahu i thot awalau kana abahum la yaqiluna shay'an wa la yahtaduna, ata nuk e dinë që baballarët e tyre nuk kanë kuptuar dhe nuk kanë qenë të udhëzuar. E këta e marrin këtë si ofendim. Apo e pejgamberi alayhi salatu wasallam momentin që thotë se këto nuk janë den për të adhuruar, por Allah azza wa jalla i vetmi, dhe se baballarët edhe pse kanë adhuruar këto nuk do të thonë që ato janë kanë në udhëzim, po ato kanë qenë në devijim. Dhe për këtë momenti më vetëm se fillon sulmi i ashpër nga ana e Kurajshitëve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thirrjes së tij. Edhe pse muslimanët tjerë nuk ishin turnuar me bën haptazi thirrjen vëllazër. Ato e kanë shef hala, do të kanë vazhduar sahabët me pas islamin fshehurazi. Veç pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte urdhëruar me pas haptazi, sepse kishte një përkraje. Kanë kishte përkraje, kishte Abu Talibin. Abu Talibi emrin i cili ka qenë Abdul Manaf ibn Abdul Muttalib. Abu Talibi vëllazër pa kuni far kushti, pa kuni far kompromisi, pa kuni far, domethënë se nuk e ka përkrahur pejgamberin alayhi salatu wasallam, e ka ndihmu, e ka dash shumë, domethënë pa kuni far kushti. Pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë thirrjes së tij, edhe pse ka ditë se Abu Talibin e kanë përkrahje, asnjëherë nuk ka shlupe nga thirrja e tij. Pse? Sepse ka ditë se Abu Talibi, edhe nëse i kishte nuk do një kusht, nuk është se kish pranuar më çdo herë Abu Talibi çish, nëse ju kujtohet ligjratën e fundit, çka i kishte thonë, çka i pa thonë, i tha që të veç vazhdo në atë që je i urdhnuar, mu kemë pas përkrahje. Nuk i tha me kusht që ti mos i shohësh idhuj ton ose mos ti shohësh ose të folish diçka keq për baballarët tonë se gjë ton. Andaj Abu Talibin e kishte përkrahje. Abu Talibi pastaj kishte ndihmës familjen e tij të afërt, Banu Hashimit dhe Abdul Muttalibit ose Banu al-Muttalib. Në veçantë ose në përjashtim të Ebu Lehebit, i cili ishte prej armiqve për kundërshtarëve më të mëdhenj të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe thirrjes tij, bashkë me Umu Jamilin. Umu Jamil është Arwa bintu Harb ibn Umayya. Emrin e ka pasur, që është bashkëshorte e Ebu Lehebit, apo ose motra e Ebu Sufjanit radhiyallahu anhu. E kjo është për armikeve bashkë me bashkëshortën e saj, domethënë Ebu Lehebin ishte për armiqve më të mëdhenj, derisa Allah subhanahu wa taala dhe sure ka përmend këtë. Domethënë sura Masad e ka përmend edhe Ebu Lehebin, por e ka përmend edhe al-hammalatu al-hatab, domethënë imra'atu hammalatu al-hatab. Domethënë bashkëshortën e Ebu Lehebit alayhi la'natullah. Edhe pastaj vëllazër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po vazhdon Ebu Talibin e kanë përkrahje.
Tash tham Ebu Talibi nuk i vënoi doni kusht. Apo e ka përkrahur për arsye se e ka dash shumë, e ka dash më shumë se sa e vlat të vet. Pe ka dash një dashuri që ka qenë dashuri e natyrshme vëllazër. Do të ketë çat sakrificë që e ka bën. Ka qenë për arsye se e ka dash pejgamberin alayhi salatu wasalam në aspektin natyror. Apo natyrshëm e ka dash, jo fetarisht. Andaj pse e ka dash natyrshëm, që kanë pranuar Ibn Kathir edhe Ibn Qayyim, do të ka qenë dashuri çosh marrëmend sa që e ka dash, e ka gjendje me sakrifiku çdo gjë dhe me anketë ato ofendimet edhe sharret, domethënë edhe këtë rreziqet mi përballu, vetëm ta përkron, veç pse ka dash natyrshëm. E pse ka dash natyrshëm edhe nuk e ka ndjek. Andaj ja kanë hala në fenë e baballarëve dhe ashtu ka ndrujet, domethënë fenë e mushrikëve. E hikmeti Allahut ka qenë që Ebu Talibi, Ebu Talibi me ndrujet si mushrik. Edhe pse ka qenë prej përkrahësve më të mëdhenj pejgamberit alayhi salatu wasallam, e ka ndrujet kështu. Pse? Ka dashur Allahu azza wa jall. Sepse ai sigurisht se ta kish pranuar Islamin, nuk e kish pas çat peshë autoritet tek Mekasit, që ai më pas me lut çat rol si mbështetës dhe përkrahës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do nëse Ebu Talibi kish pranuar Islamin, ne kish hyrë në listën e muslimanëve dhe ish sulmu sikur se janë sulmu muslimanë tjerë. Po përderisa ka qenë ala në fenë e mushrikëve, ato e ka gëzu Allah, e ka pas çat peshë atë autoritet tek Mekasit dhe s'ka pas çka më bën. Dhe ka mujt me lut çat rol që me përkrah dhe me ndihmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe është interesante vëllezër Ebu Talibi dhe Ebu Lehebi. Të dy axhallar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të dy përfundimi i tyre për arsye të shirkut dhe vdekjes në shirk është në xhenem, mi po njëri është fi dahdahim në nar dhe tjetri fi darkil asfali min an-nar. Do thonë njëri është në dënim më të lehtë, sikur se ka ardhur në Buhari nga Abbasi radhiyallahu anhu, kur i kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai ka bë dobi ndonjëherë, apo sa kam i bë dobi Abu Talibit që ai për graqet ka thonë huwa fi dahdahi min nar walaula ana lakana fi darkil asfali min an-nar. Ajo është në dënimin më të lehtë në xhenem. Nëse shakon të tonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përkrahen që më ka vëmu, do të kishte qenë fi darkil asfali min an-nar, mas poshtë në xhenem, me që është mas keqt. Ama Ebu Lehebi tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Pse ka qenë kundërshtari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse domethënë në Mekë janë kanë të dytë, edhe pse mushrik kanë vdekur të dytë, veç për arsye se njëri ka qenë mbështetës e tjetri, domethënë s'ka qenë mbështetës bile kundërshtari pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përfundimi të dyve është i ndryshëm. Është një transmetim vëllazër që ka ardhur se disa prej Mekasve, Paris, Mekës, kanë ardhur te Ebu Talibit, tash me tregu se si kanë mbrojtë dhe i kanë dalë në krah dhe susret, domethënë Ebu Talibi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur disa nga paria e Mekës dhe i kanë thënë ja Ebu Talib, إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما تكف أن تكفه عنا وإما تخلي بيننا وبينه. Ka thonë o Ebu Talib, ki djali vllaut tan është duke na ofendu, duke na shah Zot në tona, adhurimet tona, mendjen tonë, logjikën tonë, baballar tonë, apo thot ose ti nale ose ne nalim. Do të nale ti rahat ne nalim. Se thot ti kështu se kështu je, nuk je në fenë tina. Andaj thot ne ta hek në qafës atë. Mi po Ebu Talibi, domethënë ju flet mirë, u azbutat, domethënë atë egërsinë që ka pas, atë mllef që ka pas, dhe ata largohen. Largohen pa ju dhënë doni premtim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vazhdon thirrjen e tij drejt Allahut. Akili ibn Abi Talib në transmetim tjetër pas, Akili kush ka qenë djali më i madh i Ebu Talibit. Thot Akili thot erdhën paria e Kurejshitëve te Ebu Talibi. Kur thot paria e Kurejshitëve këto është për qëllim Utbe ibn Rabia, Shejbe ibn Rabia, Abu Jahli, Walid ibn al-Mughira apo Al-As ibn Wa'il e të tjerë. Do të koka e mushrikëve. Dhe i thonë Ebu Talibit, inna ibn akhika qad adhana fi nadina wa masjidina fanhahu anna. Ka thonë ki djali vllaut tan sa tu na lën rahat na për foltorët tona apo edhe na për kuvendet tona, tubimet tona. Andaj fen nale thot. Atëherë e dërgon Akilin. Thot shko thirrma Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot shkova e gjeta në një kasull të vogël, thot e mora, thot mesin e ditës në zetin e madh dhe ardh. Edhe kur ardh, i tha Abu Talibi, inna bani ammika haula za'amu annaka tu'dhihim. Thot këto kushërit e tu po thojnë që ti nuk pila rahat ata. Thot apo nalësh nga kjo që ata nuk e dëshirojnë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fahallaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi basarihi ila as-sama. Thot pejgamberi alaihi salatu wasallam ngjiti shikimin në qiell. Dhe ju tha atyre, se ato kanë qenë prezent.
Tarona hadhihi shams, thot ta shihni këtë diellin. Ato I thanë po. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fama ana bi aqdara an ad'a dhalika minkum ala an tashtailu minha bi sha'la. Thot unë nuk muna me braktisë çka që jam. Ashtu siç ju nuk muni më ngjit edhe me ndez diçka, një shkëndim e marr prej diellit. Ashtu siç nuk muni ju me ngjit të diellit dhe me ndez diçka, doni kran ose diçka. Do të thonë lart duke u afruar diellit, ashtu thotë edhe unë nuk muna me nal thirrën time drejt Allah subhanahu wa taala. Atëherë Abu Talibi thotë wallahi ma kadha ibn akhi qat farjihu, thotë asnjëherë nuk ka rënë djali i vllajt tim. Ande ka thonë ktheuni ju. Dhe nuk I ka pranuar atë kërkesën që kanë pas këta mushrikët. Është mi transmetim në Bejhaki që është I ngjashëm. Abu Talibi thotë tash ja ibn akhi inna qaumaka qad ja'uni fa qalu li kadha wa kadha. Thotë djali I vllajt tim I drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thotë kanë ardhur to populli jot edhe po mbajnë presion, po më japin këto kërkesa. Thotë apo nalësh thotë për vetë dhe për mua. Wala tuhammilni min al-amri ma la utiku ana wala ant. Dhe mos e ngarko as vetëm, po as mua diçka që s'muna me bajt. Fakfuf an qaumika ma yakrahuna min qawlik. Thotë nalun nga ajo që nuk po dojnë me ndëgju fjalë populli jot, domethënë prej teje. E pejgamberi alayhi salatu wasalam sikur se u trondit, domethënë u trishtu, sepse nuk e priti këtë fjalë dhe këtë kërkesë prej Abu Talibit. Dhe sikur se ju duk pejgamberit alayhi salatu wasalam se Abu Talibi tash më vetëm se ka zonë me shlupej edhe nuk po mundet me duru më nga kërkesa dhe presione që e vojnë mushrikët dhe po do më vetëm se me dorzu tek mushrikët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po më ja tregu që unë nuk shlupej. Çat që përmend edhe më herët tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu është transmetuar ya ammi law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadha al-amr hatta yudhhirahu Allahu aw ahlika fi talabihi. Thot o xhajam nëse diellin më vënë djathtën tëm dhe hanën në të majtën time nuk kam me braktisë këtë në të cilën jam të e bënë, domethënë thirrën për të Allah azza wa jall derisa nuk del, nuk ngadhnjen kafe ose nuk derisa nuk vdesunë. Do thonë nuk e la. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thonë mushën si të lot, alayhi salatu wassalam, dhe niset më me lan mezhlisin e Abu Talibit, mi po Abu Talibi I dhimbet shumë. Dhe e kthen prapë dhe I thot pastaj, thot amdi ala amrika wa fa'al ma ahbabt fa wallahi la uslimuka li shay'in abada. Ka thonë veç hesti përpara natë që ti e dëshiron dhe e ki qef. Thot se pashallah nuk ka me dorëzu të asnjani. Dhe kështu dhe në me nuk ka dorëzu deri në fund të jetës. E tash kur e pan kurajshitët se nuk kanë mundësi me nal pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet Abu Talibit, sepse ai është pengesa dhe se nuk e dorëzon ai me asnjë kusht të kompromis. Çka banën u detyruan tash në gjetën një metodë tjetër, me një tjetër çish me nal dhe me franu thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mi po kjo u ashtoi edhe pak edhe më shumë, domethënë presion patën për arsye të kohës, sepse kur filloi thirrja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kaluan ditë dhe u afrua më, filloi të afrohet edhe sezoni i haxhit. Afrimi sezonës haxhit në kupton çka? Se tashmë jo vetëm Mekasit, por kanë marrë edhe për jashtë Mekës, për këtë gadishë arabët, edhe jashtë Kurajshëve dhe kanë kuptuar që pejgamberi alayhi salatu wasalam, domethënë po thotë se është pejgamber, sikurse ka qenë alayhi salatu wasalam, dhe kanë me kuptuar dhe kanë me mrinë në veshjet e tyre dhe thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj u detyruan me bani zgjidhje. Apo thojza, sipas tyre. Edhe shkon tek Walid ibn al-Mughira. Kush ka qenë Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi? Walid ibn al-Mughira kena përmend kur kena folur rreth në rindërtimin e Çavës, nëse ju kujtohet, kena thonë që për më të vjetërve në Mekë ka qenë Walid ibn al-Mughira, I cili domethënë detyrohen Mekasit Kurajshët që ta rindërtojnë Çavën, për arsye se ka zonë me urënu. Edhe Walid ibn al-Mughira thotë filloni, ato thonë nuk kur se merr guxime me anis, thotë Walid ibn al-Mughira, unë thotë kam me fillu. Unë kam me zonë me prish. Edhe thotë nëse më gjen mu diçka, ju nalna. Nëse s'm gjen diçka, ndihmojeni. Dhe pastaj fillon me prish duke thënë Allahumma la nuridu illa al-khair. Valla nuk dojna vetë se mirë. Që mos më gjet diçka të keq. Apo. Dhe pastaj vazhdon ai tregimi që keni përmendur për ndërtimin e Çavës. E Walid ibn al-Mughira ishte prej Paris, domethënë prej kryesorëve të Mekës. Ishte edhe prej më të pasurve dhe më shumë me pasardhës. Bile ka hec me, domethënë I frimë për sokaçet e Mekës sepse ka pas shumë djem. E njëri prej djemve ka qenë edhe Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ka qenë shumë I pasur dhe kurdo që kanë pas Mekasit diçka do një punë shumë të madhe, kanë shkuar tek Walid ibn al-Mughira me marr mendimin e tij. Shkojnë te Walid ibn al-Mughira I thonë kështu është puna, ne duhet
Çka thot Ibn Walid ibn Mughira, thot ajmiu fihi ra'yan wahidan wa la takhtalifu fayukadhib ba'dukum ba'da. Mundohuni thot ta bani të shkoni me një mendim, me një krije, që mos ta përgënjeshtoni njëri tjetrin edhe të dilni pastaj shumë keq tek tjerët. Ato i thonë pastaj hajt na kallzo ti çka më thon. Na jep doni zgjidhje. Thot jo, thot jepni ju, a unë thot ju ndëgjoj juve. Ata thonë pastaj në kulu kahin, thot hajt thojna për të se është fallxhor. Walid ibn al-Mughira thot la wallahi ma huwa bikahin. Jo pashallah nuk është kahin, nuk është fallxhor. Thot ne njohna fallxhorët dhe i njohna ato citimet e tyre. Fjala e tij Kurani nuk është ashtu. Ata çka thonë? Thot fa në kulu majnun. Kena me thonë se është i shmendur. Thot vallai na edina, thot Walid ibn al-Mughira, thot edina çka është shmenduria dhe shmendurit. I kena pa lëvizjet e tyre, vezveset e tyre, nuk ka ki. Nuk është ashtu. Alayhi salatu wassalam. Atër thot fa nakulu sha'ir, atër kena me thonë poet. Thot ma huwa bi sha'ir, laqad arafna ash-shi'ra kullah. Thot nuk është poet. Thot unë e di këtë poezit i di, të shkurtat edhe të gjata, domethënë. Bile në transmetime thuhet edhe poezitë e xhinëve i di. Nuk është fjalë e tij poezi. Thot fa nakulu sahir, atër po thonë se është sihirbaz, magjistar. Thot nuk është as sihirbaz. Laqad ra'ayna as-sahara wa sihrahum. E kena pa edhe sihirbazët, pa edhe sihrin e tyre, magjitë e tyre. Ajo që e banaj, ritualet që i banaj nuk janë sihr. Atër thot çka thojna, fa ma nakul. Thot Ibn Walid ibn al-Mughira, dëgjoni vëllazër çka thot. Thot wallahi inna li qawlihi la halawatan wa inna aslahu la athqun wa inna far'ahu la janatun. Thot pasha Allahin, thot fjalët e tija janë të amla. Thot rajt i kanë të forta, dhe sa frytet i kanë shumë, domethënë degit kanë shumë të frytshme dhe shumë të begatshme. Pastaj thot Walid ibn al-Mughira, thot çka do të thoni ju, wa ma antum biqailina min hadha shay'an illa urifa annahu batil. Çka do të thoni për të? Dihet shumë qartë se është e kotë. Domethënë çka do të janë vesh një atina, ti shpifni për ta, domethënë dihet se është e kotë, nuk është e vërtetë. Ama thot wa inna aqrab al-qawli fihi an takunu sahir. Mi po më e afër më për mu pranu, edhe pse edhe kjo s'pranohet, thot është më thon sihirbaz. Dhe se fjala më të cilën e thot ai është sihr. Sihr thot që i don njeriu prej babës, prej vllaut, prej bashkëshortës dhe prej familjarëve vet. Thuhet me një transmetim se ju ka thon pritëm një herë. Se thot jepën një disa ditë mendoj do një zgjidhje dhe pastaj ja ka thon çiket që ka thon, domethënë se ai është sahir. Thuni që është sahir, edhe pse s'pranohet, thot kjo thuni që ashtu. Allah azza wa jalla për Walid ibn al-Mughira zbat disa ajete, 16 ajete surë Mudaththir. Fillojnë ato ajete dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda. La yumnimu ma ata që kanë kriju vet. Dhe i kanë dhënë pasuri dhe evlat shumë. Dhe pastaj vazhdimi i ajeteve çka thonë pastaj më vonë, fa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlu al-bashar. Dhe tha më paski pasi menoj se fjala e tij është një sihr që ka trashëguar pi tjerëve dhe se fjala e tij është fjalë njeriu. Apo, çto ka thonë Walid ibn Mughira, hadha illa qawlu al-bashar, sa uslihi sakar wa ma adraka ma sakar. Thot aty kam ia dhënë në xhehenemin sakar, dhe çka e ditë se çka është xhehenemi sakar. Lawahatun lil-bashar. Allah thot ajo la tubqi wa la tadhar, lawahatun lil-bashar. Thot nuk e lën çka të ka përpara shkrinë, e zhduk, e shkatron. Xhenemi sakar dhe i djeg edhe lëkurat. Dhe këto ajete janë për Walid ibn al-Mughira. Sa edhe pse ka pas çfarë, domethënë kanë ardhur ato tash me lip një mendim, që thot lëmë kohë dhe pastaj i bën me mendim se është sihr edhe pse ka ditë që nuk është sihr. Dhe pastaj këtë mendim e marrin dhe më unanimisht fillon ajo fushata e mushrikëve me haxhele që kanë ardhur ose me arabët edhe me kasit edhe jo me kasit. Kështu duke sulmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thirrjen e tij dhe këtë fushat kush e ka udhëheq? E ka udhëheq prapë përsëris Abu Lehebi, i cili ka qenë më të ashpërve dhe derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pritë edhe periudhën e haxhit, bash fundin e haxhit. Po edhe paraprakisht ne kemi përmendur disa pazara, po tregje ose panajire. Pazarin Ukadh me xhinnë edhe Dhil Mejaz. Njëra ka qenë afër Taifit, pastaj tjetra afër Mekës dhe pastaj Dhil Mejazi pak para haxhit. Në Dhul-Hijjë dhe me njërë në bazë dhilë me gjazit takon edhe haxhi. Ka fillu edhe haxhi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shku edhe në për këto vende. Ati ku janë mbledh për me shitë edhe me blej, po edhe për diçka tjetër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shku dhe ka në për ato tenxhe që kanë pas vendet ku kanë banu.
përkohësisht domethënë ka shkuar dhe ka ofruar thirrën. Ato njëri për haditheve thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhil majas ju ka thonë ja ju an-nas qulu la ilaha illa allah tuflihu ju njerëz thoni la ilaha illa allah tuflihu. E pas ti ka ardhur Abu Lehebi ka thonë la tusaddiqu fa innahu sabiun kadhab. Ka thonë mos i besoni sa ki ka dalë pe fesë do të shkojë në shtar. Ku thonë kush është ki? Ka thonë është hoxha i vet Abu Lehebi Allah shkatruft. Dhe kështu domethënë vetëm se fillon me u shpërsu ky konflikti mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mushrikëve, domethënë dhe armiqve të Islamit. Mi po ka dashur Allahu që në realitet këta kanë dashur me sulmu Islamin, po përkundrazi. Domethënë vetëm se kanë ndikuar që mu përhap më shumë Islami. Mu përhap Islami thirrja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Derisa më për arsye të kësaj se këto do kanë që kanë shkuar, edhe nëse s'ka mri pejgamberi alayhi salatu wasallam te ato, këto kanë shkuar kanë thonë kështu kanë marrë një njerëz që është kështu. Kam i thonë se është pejgamber dhe se i shpallet prej qiellit dhe ato pastaj ka shpërhap lajmi i tij. Dhe ka arrit në për çdo fes, domethënë edhe nëse ka qenë larg Mekës, për arsye se haxhi ka tubu ata, dhe kur janë shpërndar pastaj ato kanë mri fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thirrja e tij të çdo fesë ka hyrë të çdo shtëpi, domethënë ose koha, derisa domethënë ata kanë menuar që fjalën kanë me marr çdo kush kanë me marr ashtu. Verbërisht kanë me besu, mi po ashtu nuk ndodhi, apo. Dhe ka pas njerëz të cilët kanë qenë logjikshëm, ata kanë marr, e kanë analizuar dhe kanë pa, dhe pa s'ka nevojë edhe shumë me analizuar veç me pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e beson se ki është fytyra e tij është fytyrë e sinqertit e i drejtë dhe nuk gënjen alayhi salatu wasallam. Andaj nuk kanë pasur edhe vështirë për me pranuar po që, domethënë kështu ka dashur Allah që dikush domethënë para të hupsin që ka, të listin që ka ose mendjemësinë që ka, mos e pranu thirrjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam edhe pse ka pa. Nga kjo pjesë e sirrës vëllezër nxjerrin shumë mësime dhe dobi që kanë përmendur ulemaja, me parësies kohës domethënë këto ditë lëm ligjëratën e radhës duke lutur Allahun subhanahu wa taala të na falë në mëshiron në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennetin e bashkon Allahu taala ala sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.